Miqtë Prizmës, në kohën e sotme ka problem të madh për edukimin e fëmijëve. Problemi i madh vjen nga transformimi jo normal, jo njerëzor, po, edhe fjala njerëzor hyn, dhe jo adekuat i mësimit të disiplinës. Ka hequr dorë përfundimisht nga disiplina, dhe disiplina në të vërtet nuk kupton urdhër. Nuk kupton në një farë mënyrë bindje. Nuk kupton edhe një lloj dhune e cila duhet marrë a priori. Sigurisht që në kohën kur jam rritur unë më përpara, po dhe pak më vonë, dhuna është përdorur edhe ndaj fëmijëve. Me çfarë kuptimi? Sigurisht që na kanë rënë ai shpull që thonë. Edhe hundëve, edhe faqeve, edhe mërpanicave. Dikush ka hequr edhe rripin. Është bërë akoma më i dhunshëm. Ashtu siç kanë qenë edhe të dhunshëm, kanë qenë edhe në një farë mënyrë edhe jo të dhunshëm. Dikush i zhvilluar ose dikush jo me karakter të tillë nuk ka vënë dorë me fëmijën. Unë vetë nuk i kam rënë një shpull fëmijës tem. Jam ruajtur të bie në këtë gabim, por e kam zëvendësuar në një farë mënyrë me imponimin për disiplinë. Në një farë mënyrë me qortimin e madh, me shumë ndalesa, sepse sigurisht kam dashur që të futet në linjën e disiplinës. Shikoni sa të bukura janë këto klipe që nxjerrin sot për edukimin të fëmijëve, sidomos në problemin që i kanë me pjatën, me nazet që kanë. Shikojeni. E pat, në një farë mënyrë, dikur është detyruar me anë të një lloj force, me anë të një lloj dhune, që ta hante atë pjatë, makaronat të famshme. Sot, sigurisht, duket sikur nuk përdorin dhunë, po japin një dhunë tjetër, i vendosin celularin. Do thoni ju, është më i mirë celulari se sa t'ja futesh me papuçe ose nuk e di, një shkopë, një radaca, ku diun, llap mizash, që të gjinesh për dorë atëherë. Nuk e di, mbase është më keq kjo e sotmja. Plotësimit një kushti i cili sigurisht nuk çon në asnjë lloj. Atëherë je imponuar ti, sot t'imponohet fëmia, sepse pikërisht atë kërkon që të hajë atë pjatë. Sot kam dalë miliona psikoanalistë, miliona rregulla psikoanalize, striqa cervello, e thonë italianët, të cilët janë më psikopatë se psikopatët. Por ajo që mungon në të gjithë është disiplina. Disiplina mungon plotësisht. Dhe si vendoset disiplina? Me bindje, folje. A bëhet gjithmonë me të folur, në një moment që nuk merr vesh? E para. Dhe e dyta, po flasim për disiplinën, nuk po flasim për mësimet në shkollë. Për disiplinën. Këtu diskutohet një element tjetër. Këtu është neglizhuar ose më mirë refuzuar disiplina. Nuk e duan disiplinë. Disiplina është heqësh kërkesa. Të mohohen dhe kërkesat. Disiplina është në një farë mënyrë bindje, qorrazi, për diçka që e di të gjithë që është mirë. Kjo është disiplina. Tani e refuzojnë. Ky është problemi. Nuk është problemi me çfarë formet. Problemi është se e refuzojnë disiplinën, nuk duan disiplinë. Nuk do. Fëmia edukohet në këtë lloj mënyrët, e edukon shkolla kështu, se thonë, jo, nuk bën që ti përtasësh,
nuk bën që t'ja qortosh, nuk bën që ta sillesh kështu, dhuna kjo, dhuna ajo, dhuna kjo. Është një mjedis mbysët. Si ka qenë dikur mbytës ai që bam bam shpulla, bam bam rriga, sot është mbytës ky mos, jo, mos, çfarë bëre, va, je për burg, je për kështu. Praktikisht, më keq ky moment se sa i momenti i dikursh. Kjo shoqëri do të pranojë që disiplina është e rëndësishme, apo nuk do ta pranojë. Praktikisht bota ka shkuar për lesh, sepse refuzon disiplinën, sepse të gjithë e dinë veten mbretër të situatës, kohës, momentit dhe territorit. Mund të bëjnë çfarë të duan, si të duan dhe kur të duan, me këtë që kanë dispozicion 360 gradë. Nuk duan t'ja dinë, janë me fjalë ato që ti hysh, si me thonë, të drejtës të tjetrit, të vërtetës të tjetrit, privacy-së tjetrit është shkelje. As do m'ja ditë kush për këtë punë. Sepse është edukuar që i vogël mos të kesh disiplinë. Dhe ç'no, ata që janë disiplinuar vuajnë në këtë lloj shoqërie, se të gjithë pa disiplinuarit i kanë halë në sy dhe sigurisht i persekutojnë. I bulizojnë, pa themi, me fjalët moderne. Pra këtu kemi të bëjmë me një gabim, tmerrsisht gabim, katastrofikisht gabim në edukimin e fëmijëve. Nuk është çështje plotësimi tekave, shpesh dëgohet kjo fjalë, janë midis të mirave, plotësojmë të gjitha. Pse ky është problemi i rritjes fëmijëve. T'ja plotësosh të gjitha. Vetë fjala ta plotësosh të gjitha do të thonë që nuk ka disiplinë. Nuk mund të plotësohen të gjitha. Sepse të gjitha është edhe, siç kanë thënë në Shkodër, të vjetrit, pleqt, ti ulesh edhe hanën në tokë. Fëmia është. Në momentet e fillimit ai nuk di, ma jep të dua unë atë. Çan. Dhe ta imponon atë uljen e hanës në tokë. Pastaj që do ta pajtosh me një akullore ose me një ik puna nga hana del ke akulloria. Ndërkohë ka mbaruar disiplina. Pra në midis atij celularit që i ke vendosur dhe asaj shapkës që i bjen, papuçes. Sigurisht akuzohet papuçe. Problemi i madh është se sot kemi mbetur pa elementin disiplinë. Dhe ndaç në kohë moderne, ndaç flasim edhe për kohë të vjetra, ka pasur njerëz që e kanë kuptuar edhe dhunë. Nuk është e vërtetë që nuk e kanë kuptuar. Puna si do bësh që të disiplinohej ai fëmijë, disiplinohej edhe shoqëria, të kishte sensin e përmasave, sensin e kohës edhe sensin e kufive. Përndryshe pa disiplinë nuk ke asnjë lloj sensi. Është rregulli vetë, bota është ndërtuar me bazë një rregulli. Rregullin gravitacional e tërheqjes së përgjithshme. Sigur mos ishte ky rregull, çfarë do ishte? Do ishte kaos. Big Bangu. Miq, kemi harruar disiplinën. Dje kemi ditur se ajo papuçja, shapka e mban disiplinën. Sot kujtojmë se e mban celulari? Gabim atëre faj sot. Dakor miq e mi?